Faqja Na ishte dikur sjell një mini biografi të aktorit, këngëtarit dhe artistit italian, aq shumë të njohur edhe në Shqipëri, Adriano Celentano. Adriano Celentano lindi më 6 janar 1938 në Milano, në një familje punëtore me origjinë nga Puglia. Që në fëmijëri ai tregoi një natyrë të lirë dhe të rebeluar, shpesh largohej nga shkolla për të ndjekur muzikë dhe shfaqje, ndërsa punonte edhe në zanate të ndryshme për të ndihmuar familjen. Që në vitet e rinis, muzika amerikane e rock and rollit ndikoi fuqishëm në jetën e tij. Elvis Presley, Bill Haley dhe Little Richard u bën frymëzim, duke i dhënë një kuptim të ri lirisë dhe energjisë të rinjve italian. Adriano nuk ishte përjashtim. Ai ndjeu menjëherë thirrjen e artit dhe filloi të kërkonte rrugën e tij. Në vitin 1957, ai debutoi në një festival rock and roll në Milano me grupin Rock Boys. Kënga Ciao ti dirò shënoi fillimin e karrierës së tij muzikore dhe i hapi dyert e industrisë së muzikës. Vetëm 2 vite më vonë, hitet e tij të para, si Il tuo bacio e come un rock, i siguruan njohjen e publikut dhe krijuan stilin unik të Celentanos, një kombinim mes rock, kabaret dhe melodisë italiane. Në fillim të viteve 60, ai u bën një figurë kryesore e muzikës italiane. Këngët e tij si 24.000 baci, Azzurro dhe Il ragazzo della via Gluck u bën simbole të një gjenerate të tërë. Ai themeloi edhe etiketën diskografike Clan Celentano, duke i mundësuar liri krijuese jo vetëm vetiu, por edhe artistëve të rinj italian. Por muzika nuk ishte e vetmja pasioni i tij. Adriano u përfshi shumë shpejt edhe në botën e filmit. Ai debutoi në fund të viteve 50 dhe shfaqjet e tij të hershme në filma italian, përfshirë një rol të vogël në La Dolce Vita të Federico Fellinit, i dhanë një vizibilitet të gjerë dhe e lidhën atë me publikun e madh. Gjatë dekadave të ardhshme, Celentano luajti në mbi 30 filma, shumica komedi të suksesshme që dominuan kutitë e biletave në Itali. Filma si Serafino dhe Yuppidou shndërruan stilin e tij unik në ikonë të humorit dhe artistikës italiane. Ai nuk ishte vetëm aktor, shpesh shërbente edhe si regjisor dhe skenarist, duke sjell një qasje krejt të re në kineman italiane. Stili i tij në skenë ishte gjithmonë një kombinim i humorit, ironisë dhe energjisë së papërmbajtshme. Ai krijoi një prezencë unike si showman, duke kombinuar këngën, interpretimin fizik dhe prezantimin teatral në një performancë që e bëri atë të pashoq në kulturën pop italiane. Një nga eksperimentet më të guximshme të tij ishte kënga Presenci Lanzina in su sol, ku fjalët nuk kishin kuptim të drejtë për drejtë, por tingëllonin si anglisht. Ky projekt ilustronte pamundësinë e komunikimit në një botë moderne dhe u bën një hit ndërkombëtar, para kohe viral për kohën e tij. Në jetën personale, Adriano u martua në 1964 me aktoren dhe këngëtaren Claudia Mori. Ata patën 3 fëmijë, Rosita, Giacomo dhe Rosalinda. Bashkëpunimi i tyre artistik dhe jeta e përbashkët kanë mbetur shembull i dashurisë dhe krijimtarisë në showbizin italian. Karriera e Celentanos zgjati më shumë se 60 vjet. Ai regjistroi mbi 40 albume dhe shiti 10 miliona kopje, duke u bërë një nga artistët më të suksesshëm italian në historinë e muzikës pop dhe rock. Përveç muzikës, Adriano u shndërrua në një komentues shoqëror, duke përdorur platformën e tij për të komentuar tema të rëndësishme shoqërore dhe politike. Edhe pas dekadas aktiviteti, energjia dhe karizma e tij mbetën të paprekura. Në vitin 2012, ai rikthehet në skenë me një koncert spektakolar në Arena e Verona, transmetuar live dhe ndjekur nga miliona shikues. Një dëshmi e fuqisë dhe ndikimit të tij të vazhdueshëm. Adriano Celentano nuk është thjesht një këngëtar apo aktor. Ai është një fenomen kulturor, një ikonë e muzikës dhe filmit italian, një inovator që ndryshoi fytyrën e artit pop. Trashëgimia e tij vazhdon të frymëzojë breza artistësh dhe publikun në mbar botën. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton. Na ishte dikur.